Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte do ta vizitojë të martën Kosovën, i cili do të shoqërohet nga zëvendësja e tij Radmila Shekerinska, ka njoftuar NATO. Rutte do të takohet me presidentën Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, ndërkaq do të mbajë konferencë të përbashkët me presidentën. Krahas takimeve me krerët e shtetit, Rutte do të takojë edhe shefat e misioneve të Bashkimit Evropian, EULEX-it, UNMIK-ut dhe udhëheqës në detyrë të misionit të OSBE-s. Bashkimi Evropian thotë se Serbia me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës është duke e shkelur marrëveshjen e Ohrit të vitit 2023, në të cilën mes tjerash i kërkohet Beogradit të mos e pengojë anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Bashkimi Evropian konsideron se Serbia ka shkelur marrëveshjen e Ohrit me qasje ndaj procesit që Kosova të ketë statusin e mysafirit special në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Sjellja e Serbisë në Këshillin e Evropës është në kundërshtim të qartë me detyrat e Serbisë që dalin nga marrëveshja e Ohrit, e cila në nenin 4 përcakton se Serbia nuk duhet të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Kërkesa në fjalë ishte në rendite në takimin e Komitetit për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare më datën 5 mars, por u hoq papritmas nga rendi i ditës. Zyrtarët serbe konsideruan këtë si të arritur të tyre. Ana Brnabić, kryetare e Parlamentit të Serbisë, e cilësoi këtë fitore modeste, por të rëndësishme për shtetin e saj. Marrëveshja e Ohrit është pjesë përbërëse e kornizës negociuese për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Detyrimet e kësaj ujdie gjithashtu janë pjesë përbërëse e rrugtimit evropian të Kosovës. Ndonë se marrëveshja e marsit të vitit 2023 nuk është nënshkruar, për Bashkimin Evropian ajo është ligjërisht detyruese për të dyja palët. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka reaguar pas veprimeve të Serbisë në Këshillin e Evropës, duke i cilësuar ato si pengesë për përparimin e Kosovës dhe shkelje të marrëveshjes së Ohrit të vitit 2023. Në një postim në platformën X, ambasadori gjerman Jörg Rohde theksoi mbështetjen e Gjermanisë për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe përpjekjet për të siguruar votat e nevojshme. Ndërkohë Kosova është në pritje të një vendimi përfundimtar për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Me natën e zjarreve, mbrëm është përmbyllur manifestimi traditori e epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për çdo vjet në prekaz ndezën flakadanët për të kujtuar luftën dhe sakrificën e komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari dhe familjes Jashari të rënë për lirinë e Kosovës. Ndezja e flakadanëve që simbolizon përhapjen e flakës së lirisë në gjithë vendin, edhe si vjet bëri bashkë me qindra qytetarë shqiptar. Kjo natë përmbledh kujtimin traditor të sakrificës dhe flijimit të familjes Jashari apo epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndezja e flakadanëve u bë në 7 rajone të Republikës së Kosovës. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur ndalimin e importit të kafshëve të gjalla dhe produkteve të tyra nga Hungaria pas konfirmimit të shpërthimit të sëmundjes virale Afta epizootika në zonën kufitare me Slovakinë. Sipas agjencisë, Afta epizootique është një sëmundje me përhapje të shpejtë që prek lopët, delet, dhit, derrat dhe ripërtrysit e egër. Sëmundja nuk paraqet rrezik për shëndetjen e njerëzve, por shkakton dëme të mëdha ekonomike. Kosova ka kapacitete inspektuese për të mbajtur situatën në kontroll në rast të ndonjë rasti të mundshëm, thuhet në njoftimin e Agjencisë së Ushqimit. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.